Giuliana Hoxha zbuloi emrin e vajzës që i ka marrë zemrën Erion Alibejt, pse nuk e përmend dashurinë e shekullit. Në seancën e sotme për Plumbin e Art, Giuliana Hoxha ka zbuluar vajzën që i ka marrë zemrën Erion Alibejt. Para tokave të zeza, Hoxha ka pyetur Alibejn se pse nuk e përmend Megi Kilën, duke e cilësuar këtë si dashurinë e shekullit Alibejt. Hoxha theksoi se ky i fundit merrte informacione nga Megi për Emiliano Ramazanin. Tregoje pak si e pyesje Megi Kilën për Emiliano Ramazanin, pse nuk e përmend Megi Kilën dashurinë e shekullit, se për vrasjen e Bujarçelës un kam qenë në shtëpi. S'kam lidhje fare me këtë ngjarje, procesi jon është i padrejt fare, po manipulohet. Gjyqi zhvillohet si Don Nureddin Dumani dhe Erion Alibej. Do të lutem shumë gjyqtare, si fliste ai me Megi Kilën, më shumë se burg për jetë, nuk keni çfarë më bëni më. Le të mbaroj ai deklarimet se kam unë për të folur për të, sa Hoxha.